mediave, shoqërisë civile, partnerët e kombëtar, të nderuar pranishëm. Janë fillimisht të falenderoj për prezencën tuaj, sepse ajo që është e faktikshme në sistemin legjistor, është transparenca plot. Atëherë janë që të hapë takime të qenë shtatënqja të Kosovës. Fillimisht rinjësoj reaktika që shtarin në antarë këshillit legjistor, mundan shtat, njoftimin e komponuar për nasimir për shpasje personale. Në qenë se sot jenë dhe antarë të legjistorët të pranishëm, kemi kuram për mbajtjen e këtij takimi. Njëherit jurojmë me shavazet, në antarë të legjistorët, Tani janë që prezentatika e vitës. Pika parë një vitës është shqytimi i shkaftërave të globale, të teksuara si në mekanisë agendë. Pika 2 është zgjedhja e vëndës kryesuese të Kosovës. Pika 3 është propozimi i unitazëve përgjithësor që përndjekin drejtimin zyrtar në Akademinë e Drejtësisë. Pika 4 ndryshimi i qëtësimit të ndimit të PCK numër 157/26 i datës 5/26. Pika 5 shkolla shprej të interesit për transferent të përhershëm të bashkëpunëtorëve profesionale të shenjës të ndimit komisionit për trajtimin e kërkesave. Pika 6 është prezantimi i raportit të kërkesave për trajtimin e finalizimit në sistemin legjistor të trajtimit në parë të vitit 2026. Pika 7 është shqyrtimi i ndryshimit të planit punës në gjykatën e apelit. Pika 8 shqyrtimi i mandatit të kryetarëve të komisionit të përhershëm të sigurisë. Pika 9 është shqyrtimi i kërkesës udhë presidentit së Opozitës së Kosovës dhe notifikimi i shtarëve të stafit në komunitet të serb për të heqjen e agroheqjen. Dhe pika 10 deri në 15 janë të mbyllura si janë publikuar në arkivet të bashkën të kërkesës. Dhe të ndryshme. Para se kalojmë të ndryshme, dhe para se me hapë diskutimin për të e propozoj që pika 2 në sekretar zgjedhjes së suksit të PCK-s të hiqet nga vitët. Për arsye se gjyqtarja Avelita Dibishi njëherët është edhe kandidat për këtë pozitë, e cila sot nuk dhanë, dhe në këtë kontekst do të ishte pa drejtë se procedurës të ishte rendit të vitës. Nga këtë moment, hapi diskutimin, pa dikush në shkruaj të qëtanë, në vëtë të qëtanë. Mislim da je zbori državnih ustanova bila dobro da i osnovni su pionir na računi i odličuva sukces našem dat. Mendoj se do t'iqet edhe pika që ka thënë e komisionit, për arsye se pika e zgjedhjes së zëvendës kryesuesit dhe kjo pika e 8 e komisionit janë të ndërlidhura reciprokisht, kështu që do të kisha propozuar që të hiqet e vitës dhe të diskutohet kur të shqiptohet edhe çështja e zgjedhjes së zëvendës kryesuesit. Për arsye se sot kemi ndoshta pika shumë të rëndësishme për të diskutuar, që është pika 9 që është agroheqjet e gjyqtarëve sërbë, cila mendoj është një interes nacional dhe që kërkon një diskutim ndoshta më të gjatë, për arsye se dihet që 4 vite kanë pritur dhe tash e kemi si pikën 9 të rendit të vitës, që mendoj se do duhet të ishte pika e parë e rendit të vitës. Në qënë se prej dorëheqjes së tyre këta janë bojtur në sistem pa ndonjë bazë kushtetuese dhe ligjore. Dhe Këshilli Gjyqësor si institucion ka qëndruar që të vendosë që moti këtë çështje, këtë mos jenë sot objekt i rendit të vitës. Mirë po, pse nuk është bërë kjo,
ndoshta ju e dini si resus, për shkak se institucionet kanë kontinuitet institucional, dhe ju nuk keni përgjegjim se nuk është vendosur që 4 vit. Dhe tash pas 4 viteve tërheqin dorëheqjet, që mendoj se është diçka e pazakonshme, por njëkohësisht edhe jashtë çdo aporti të arsyeshëm. Mund të ndodhë që dorëheqja të revokohet sa është e fest, jo një mund, mirë po pas 4 viteve është totalisht pa konceptueshme qoftë edhe nga aspekti kushtetuesor dhe aspekti ligjor, për shkak se krijon një destabilitet dhe cënon planimin e sigurisë juridike. Faleminderit shumë. Në fakt përgjigjen mund ta kërkoni se me asë sigurohen të jemi opozicion mandatit tonë dhe e kemi këshillit që edhe po mundjet të vendem kanë qenë për zëmë, dhe të gjithë do të lajke më ta jo Kërësusit, që që tjetë se për këta pike është pike e veçantë, pike që shka mund të diskutohem, në hapa diskutimin në pika për anëgjitës, dhe të ndështë. Pa dikush. Po gjyshtare. Faleminderit Kryesus, përshëndetje për të gjithë anëtarët të Kolegjit të Këshillit Kryesor, të pranishmit tjerë, për pasurit të mediave, fillimisht ju uroj mirëseardhje dhe punë të mbarë të anëtarëve të Kolegjit të ri. Dhe se kërket të diskutimit për rendin e ditës, absolutisht pajtona që pika e dytë e rendin e ditës, zgjedhja zëvendës kryesuesit të Këshillit Kryesor të Kosovës, të shtyhet për një ditë tjetër, krejt kjo për shkak të korrektësisë dhe mundësisë për t'ia dhënë kundër kandidatës sime që e njëjta ketë mundësi që të mundet eventualisht të zgjidhet si zëvendës kryesuese të Këshillit Kryesor. Pra, kjo është për shkak të korrektësisë. Se kërket propozimit për pikën e dytë, heqjen e pikës tjetër për zgjedhjen e kryetarëve të komisioneve apo anëtarëve të komisioneve, konsideroj që është propozim absolutisht i panevojshëm, për faktin se ju e dini që nuk e përcakton rëndësinë e temës, renditja e pikave në rendin e ditës. Edhe po të ishte pika 9 e 17-a, rëndësia është e njëjtë. Edhe po të ishte pika e 9 që po konsiderohet si ma diskutabile dhe ma rëndësishme, e 100-ta prapë rëndësishme patjetër. Kështu që nuk po këtu fare të bëjmë ullje në rëndësi se pikave të renditura sipas rendit të ditës. Ndërsa arsyeja pse nuk duhet heqet pika për caktimin e kryetarëve dhe anëtarëve të komisioneve të përhershme të Këshillit Gjyqësor të Kosovës, konsideroj se të gjithë ne e dimë me fajin tonë të vetë Këshillit Gjyqësor që ky këshill ka marrë pend pa punuar që 6-7 muaj. Dhe pikërisht për shkak të mungesës së komisioneve. Dhe ne e dimë që komisionet janë motori i Këshillit Gjyqësor. Cila është arsyeja me shtyr mos mi zgjedh komisionet, kur vetë ta anëtarë që janë këto që mund të përmend me emër, domethënë mbledhjen e kaluar kërkojshin sa më shpejt një caktuar kryetar të komisionit. Çka ndodhi tash pas një jave që jo? Nuk dikush më dhoni arsye. Janë të mbledhur. A mundet dikush këtu te juve që kërkojshin me gojën në mbledhjen e kaluar të funksionalizohet këshilli? Pse sa të bëjta me funksionalizohet këshilli? Sipas jush. Unë dikush më tregon pse sa të bëjta. Edhe çështja është që unë propozoj që fare mos kemi të pikën e një ditës dhe ne fillojmë punojmë seriozisht si Këshilli Gjyqësor. Dhe propozoj që natyrisht kërkoj nga ata të Këshillit të refuzohet propozimi që të heqet pika e caktimit të kryetarëve dhe anëtarëve të komisionit. Faleminderit. Po, kontreme. Atëherë nderuar kryesues, nderuar anëtar, nderuar gjithë të pranishëm. Kërkesht edhe unë i vroj një sa në gjyqtarit të punë, gjyqtarës si marrëtimi, si anëtar të ri të Këshillit Gjyqësor. Unë do të kisha dashur në 2-3 çështje, por e para është i përgjigjem gjyqtarit Artan, që në mbledhjen e kaluar ne kemi propozuar që të themelojnë komisione, por me qëllim që t'i presim anëtarët e ri të Këshillit Gjyqësor që t'jenë prezent dhe t'ja mençojnë nga atyre që t'jenë pjesë ndonjëri prej komisione. Për këtë arsye madje është
edhe është bojkotuar mbledhja nga anëtarë të tjerë Këshillit ku mbledhja është ndërprer. Me qenë se gjyqtarja për dita gjyqi, nuk është këtu, po e njëjta, edhe në komunikim para mbledhjes me një e vërtetoj se është në pranikën nënës së saj në spital dhe është e ka të pamundur me marrë pjesë. Unë propozoj që ajo pikë rendit të ditës lidhur me komisionet e përhershme të hiqet me qenë se pamundsohet tani edhe asaj që të jetë pjesë në ndonjë prej komisione. Kjo është përgjigje për gjyqtarën e ta. Sa i përket pikave të rendit të ditës, unë e mbështes në tërësi gjyqtarën e Bashkim, që me qenë se është interes nacional ku shkite dhe prania media këtu, lidhur me dorëheqjet e gjyqtarëve sërbë, unë mendoj që ka dashur të jetë pika e parë. Pajtonat që ne jemi punuar tani 4 vite dhe dorëheqjet e gjyqtarëve sërbë. Duhet të potencoj fillimisht që ky opinioni im nuk vlen vetëm për gjyqtarët sërbë, po vlen edhe për gjyqtarët e komunitetet tjera, edhe gjyqtarët e komunitetit shumicë. Legislacioni fuqi, kushtetuta, ligji për gjykata administrative, në decisive e parashe se mandati i gjyqtarit Nuk është të diskutimi duke. Jo, vetë të përmendoj. Kalojmë te pika, dhe agenda flas aki propozime, mos i detyroni me fjalën. Thjesht, keni propozime konkrete çka për agendën, mos të konsumojmë pikat. Në rregull, këtë opinion do ta kemi edhe kur të hyjmë. Sigurisht, me plot respektin më të madh për secilin. Propozime konkrete, vrejtje, konstatime çka do të keni për agendën. Në rregull, Jesus, po me qenë se jemi punuar edhe 4 vite, po ashtu që është me interes nacional, e përmenda edhe në fillim, unë mendoj që ato dorëheqje vetëm kanë dhënë efektin e tyre, por në momentin kur të vim të pika e rendit të ditës, unë i kam opinionin tim. Faleminderit. Sa i përket pikave të rendit të ditës, që fokusohemi te pikat e rendit të ditës dhe të vazhdojmë me tutje. Po. Andrei Kryesus, përshëndetje përgjithësimtar, zotëlloni e bashkëngjitur me Urimin për Gjantar 3, Ministra e Shumë të Kosovës, sa i përket propozimeve të fillimisht. Ne kështu mund të vazhdojmë të debatojmë deri nesër. Sigur. Po ka pyetje, më se ka pyetje nderuar Kryesus, më pas edhe përgjigje. Kërkesa javën e kaluar ose para 2 javë ose tash më konsultohet kur kem bjerën e fundit ishte këtë çfarë? Funksionalizimi i Këshillit. Ja, kur është propozuar funksionalizimi i Këshillit, janë 2 propozime. Propozimi i parë ishte zgjedhja e zëvendësve kryesuesit, dhe propozimi i dytë ishte caktimi i kryetarit të komisioneve dhe komisioneve funksionalizim të komisioneve. Pra, me çet logjik, me logjikën që na e kemi mbajt, që kemi konsistencë mbajtjen e qendrimit, është këto dy shkojnë bashkë. Që se kanë lidhje njëra me tjetrën, me të dy kanë të bëjnë me funksionalizimin e Këshillit. Edhe caktimi i kryetarit të komisioneve, edhe zëvendësve kryesusit, sa ai se zgjidhet zëvendësve kryesusit, njëri nuk zgjidhet. Që t'ja mohojmë drejtën që të bëhet eventualisht pjesë e kryetarit të një komisioni, po duke llogaritë se zëvendësi gjithmonë nuk kanë kështu. Zëvendësi ishte pjesë në një komisioni, a mund të jetë, nuk mund të jetë të tjera edhe të tjera. Pra, ideja ose propozimi i gjyqtarit të Bashkimit në rastin konkret, unë e mbështes në tërësi. Dhe duhet të hiqen këto 2 pika. Për çka duhet të hiqen? Çto pikat ose thjesht mos më shpresoj ashtu, po kalkulimet tona të vrashme nuk duhet të jenë pengjesë për procese tjera dhe për diskutime tjera që kanë interes nacional. Na kemi para neve e kemi një diskutim nacional për interes nacional ku duhet të fokusohemi. Jo të fokusohemi në pikat tona ose në agendat që kemi na. Unë jam dakord. Nesër shtunë, caktojmë diellin tjetër edhe diskutojmë për pikat që na i kemi rëndësi, edhe për funksionalizimin, edhe për zgjedhjen e çështjeve tjera. Sa i përket kësaj tjetër që u theksu. Pse po mendoj që është interesi nacional? Sa më kujtohet mua, mund të jem gabim, nëse jam gabim dhe kushtet të përmirësojnë. Unë jam i vetë një autor i Këshillit Gjyqësor të Kosovës këto prezant, aktualisht, me mandat kur gjyqtarët serb dhe stafi ka mund të rrihet, nuk e di apo në ndonjë autor tjetër, unë nuk e besoj, por mendoj që jam autor i vetëm i Këshillit Gjyqësor të Kosovës, i cili në atë ku ishte autor i Këshillit sikur se atëherë edhe sikur se sot.
Besoj që ky argument, do të thonë, as kryesuesi nuk ishte aktual, as një antar tjetër nuk ishte aktual, do të thonë gjithçka ka ecë përpos asaj pozitë, përpos asaj. Unë mendoj që kjo për fund, mos ta zgjasit tepër. Çështjet tona, diskutimet tona, të i kalojmë atë kjo mos bëhet pengesë për vazhdimin e diskutimeve tjera s'është e panevojshme sipas mendimit tim. Ti hekim këto se nuk luan rol, a kemi zgjedh sot kryetarin e komisionit, a kemi funksionalizuar sot, a funksionalizojmë javën tjetër, a muajin tjetër nuk e luan rolin. Se ashtu kështu e dim na që prej 15 prej marsit kanë vazhduar kështu. Tash, 10 marsi ku është sa jemi korrekt, fundi korrikut. Fundi që presin edhe një javë, tesh problem nuk është ama fare hiç. Nëse çështje tjera duhet mu diskutu, duhet mu folë, s'pakus unë me në qështo, e aha unë në tërsi e mbështes propozimin e gjyqtarit bashkit në rasin konkret. Jo, që më përgjithëm se janë bojtë 4 vite pa u shqiptuar. Po këndosh me hinë në vite dhe më vendos për to. I çfarë baze kushtutuse ligjore janë bojtë 4 vite. Ke bie që sikur kapiteni anijës të alëshon timonin për shkak të vojve. Mund të shpitoj momentit, po do të dëmtoj të nesër, dhe të ardhë. Farë është përgjigje e në qenë se i kryesues ti këtë edhe nëse duhet ta dish. Për shkak të kontinuitetit institucional që kanë këto. Nuk mundesh me mojt për gjatë për të kike fora, edhe one, edhe ti. Përgjigje për të kojë, se nuk përgjec, sepse ti e ka thënë ja kontekst tjetër do në morë me mendje për këtë çështje. Edhe po korrekt nga ona juaj. Unë veç mund me të pyet prej si e zgjedh antar i këshillit, cila ka qenë iniciativa dhe kërkesa në propozim ju konkret. Pra, kjo çështje është aktualizuar nga momenti kur ushtrusja e Presidentës së Republikës së Kosovës ka paraqitur kërkesën në këshill, për cilën ju komi ftuar me ku në momentin e paraqitjes së saj. Kaq më me ta përgjigje. Për këtë çështje tjera mund të diskutojmë në pikat e rëndit ditës nëse kemë ashtu më duket. Mos të kesh përdorim pozicionin pranë publikut. Po je kryesues dhe ose dush me ditë. Jam do të them do të mësojmë gjithë se po shkojmë asnjëherë me ditë. Absolut. Jam dhe jam deri në përfundim mandatit. Nëse drejtësia duhet të shërbejë vetëm drejtësisë, ashtu siç e thoshte filozofi Kontit. Nëse shërben qëllime e tjera, aja nuk mund të quhet drejtësi. Edhe të jemi përkushtuar maksimalisht me kryet e tyre në timin po dhe përgjithësimi i tyre duhet, por ju duke shkëlqyer e mendjes ditore. Absolut e mendjes ditore. Kjo është Po gjyqtarja ka. Përshëndetje për fjalën, i nderuar i kryesues, i nderuar anëtar, i nderuar përfaqësues të sekretariatit, po ashtu gazetar. Faleminderit shumë fillimisht për mënyrën që na i bën. Nesër jemi në vitin e parë të mandatit respektivisht në vitin e parë. Ajo që unë vajtoj në procesht është që ne duhet ta tërheqim nga randi i tipit që është zgjedhjes së zëvendës kryesuese. Por që janë kurrë që tiqet nga randi i tipit çështja e komisionit, sepse edhe nuk do të ishte korrekte ta trajtonin sot kërkesën respektivisht pikën e renditës sa kërkesë zëvendës kryesueses nëse ajo është kandidate. Por në rastin konkret, funksionalizimi i komisionit lidhet me zbatimin e planit punës të Këshillit Gjyqësor të Kosovës, obligimet që i kemi në raport me dokumentet marrëveshjen e stabilizimit dhe asociimit, por edhe dokumentet tjera të cilat ndërlidhen me sistemin e drejtësisë. Po ashtu është shumë e rëndësishme që ne si antar nuk po ja pamundsojmë të drejtën për me qenë gjyqtarja përdita në ndërljen në komisionit nëse propozohet nga antar që janë rezervuar. Faleminderit shumë për vëmendje. Faleminderit. A ka propozim konkret profesor? Propozimi konkret është me uheq si pikë e rëndit të E kemë si propozim. Unë mendoj që ja pamundsojmë sepse ajo gjyqtarja përdit ka të drejtë vote. Këtë rast nëse vlerën e kaluar është bojkotuar pikërisht për këtë çështje, mendoj se në këtë mbledhje duhet të hiqet si pikë e rëndit. Fillimisht mbash përgjithës për asaj i nderuar, ju po thoni për të bojkotuar. Unë i kam dokumentet që të
Jo, nuk ishte për juve gjyqtarja ta, kujdes. Nuk ishte për juve. Ka bojkotuar gjyqtari Fidan dhe gjyqtarja Arjeti. Rregull. Ne ta vazhdoj. E tjetra, vazhdojmë atutje. Sa i përket çështjes së përgjithësisë të pyetjes së gjyqtarit bashkëm, konsideroj që përgjigjen do ta japim gjyqtarit Taher, profesori Ahmet, gjyqtari Artan Arbazi, gjyqtari Deshnik Islima, e ju kryesuesi Safashi dhe ju dhe Fetasi. Dhe ta tjetë Zotria edhe 4-5 muaj përfundon mandatin. Ky duhet atë më së miri. Pse deri më tash nuk e kanë ngritur këtë çështje ndonjëherë? Se deri më tash nuk e kanë ngritur këtë çështje, po sot do bëu problem nacional. Se sot do bëu problem nacional e që edhe 4 muaj e përfundon mandatin, asnjëherë nuk e kanë ngritur këtë çështje. Asnjëherë. Pse sot do bëu problem nacional? Pse po të mundet sot? Me na shpjegoni edhe, mund ta shkon pyetje konkrete. Pse po të mundet ky sot? Mos. Çështje pyetje konkrete. Ja kanë një pushon heç bledhja. Ati drejtohemi njëri tjetrit, drejt për drejt, ati drejtohemi në fukos. Jo shalut kryesues. Nuk e toleroj as kush me mu drejtu në çet tonë dhe çet mënyrë. Nuk e toleroj se jemi ato arshillet. Nëse ka dikush më foli drejtuat ju, unë e dëgjoj. Jo me mu drejtu personalisht. Se nuk është as korrekte, nuk është as profesionale, që në drejtuat. Na mund ta diskutojmë deri nesër. Deri nesër është diskutuar. Po asnjëherë nuk e toleroj dikush Mos e toleroj vazhdojmë tutje. Po toleroj me toleru, se s'ka unë nuk i përgjigj as. Ato ai këshillit është ai, ato ai këshillit jam unë. Absolutisht. Nëse ka na pyetje drejtues se unë i përgjigj absolutisht. Jo drejt për drejt. Në mënyrë më korrekte. Dhe kjo le të jetë A godevish në diçka, nëse vazhda. Ja po, ramon pyetës. Se agravimi dhe ngritja e inflacionit këto bëna abominim. Absolutisht. E dyta, ju kërkoj me mirësi dhe respekt ndaj të gjithëve dhe ndaj të gjithë. Nëse vazhdoni debatin, unë do të ndërprej. Absolutisht ju drejtona juve. Jo, se kjo vjen për së cëllë. Sepse ne jemi të humbë kohë të diskutu për çështje që realisht nuk janë asnjë pikë. Jo, ja tutëm, që e më të ashtë më tonë. Pika e në ditë është me folë për pikat e në ditës për agende. A me kalun pikat e në ditës, a mos me kalun. Këtë çështje që keni më ngritë. Edhe me këto, përsa e përket pikat e në ditës për fundat e botë. Me Petrus për jo po. Kush më është për? Po jo nuk mund më shumë. Jo. Vote ka kuptuar. Kryesues. Po tash ato veç në ato. Jo, po vote ka kuptuar. Sa akuzat është pozitën e kryesues. Se dhe kanë bjerë. Kryesues, u shalu veç 20 sekunda, u shalu. Nuk përmend, dhe me duhet edhe po është një keq kuptim për gjyqtarët e ata. Nuk është bojkotu nga gjyqtarët e ata. Po është bojkotu nga gjyqtari Arjeta dhe gjyqtari Fidan. Me gjithë respektin për ta. Ashtu e kanë vlerësu, sepse kanë pritur anëtarët e ri të Këshillit Gjyqtar. Me qëllim që të jepet mundësia që të jetë pjesë e komisionit. Ashtu e kanë vlerësu respekt. Por tani kemi situatën e njëjtë, që duhet të pritet gjyqtarja Afrodita Pysyqi që të jetë edhe ajo njërë në njërëm në komisioneve të përreshme të Këshillit Gjyqtar. Kaq. Në diskutimi, po që që arsyeja të pozimit për drejtësin e saj po se pike, për përmimin e komisionit. Për arsye se është me vërtetë se nga venderet e kaluara nuk kemi bërë, për arsye se një dhënë të drejtë antarëve të ri të votojnë. Të kenë të drejtë të propozuar edhe të propozojnë antarë për komision. Në rastin konkret e kemi gjyqtarin Afrodita që ajo ka arsye me bazë, që nuk është sot prezent. Nuk është për çek që ka pas me bojkotuar mbledhjen, siç është bojkotu mbledhja e kaluar. Edhe e dyta, unë përshos që sot e kemi para vetë një grumbë të madhe të dokumentacioneve që është gjuhën se unë nuk e kuptoj gjuhën se unë du me ditë saktë se çka shkon këto, atë cilët janë arsye që komiteti serb gjyqtar se ka ndonë drejtë. Po ndyshe kështu nuk pojmë me diskutu. Kjo çështje është çështje nacionale, por nuk pojmë me të kalu do çështje veç pse e kemi para vetë një dorëheqje pa ditë se cilët janë arsyet pse ka ndonë drejtë. Kanë arsye personale, kanë arsye politike, apo çfarë arsye ka? Ne dim të mirë se ligji çka thotë. Mandati i gjyqtarit do të ndonë me dorëheqje.
Nuk e di këtu, që shka e ka. Kërkoj falje. Nuk është e kuptueshme e logjikshme e këtu falje për të rinjë, vazhdimisht. Okej, po s'po kërkoj falje. Çfarë? Çka? Me kërkuj, mos të shkojë ata. Este ligë në konstitucion. Kështu propozoj në hektare në pikës. Pika për zgjedhjen e kryetarëve të komisionit, edhe me qenë propozime në gjuhën shqipe ka dokumentacion. Në fakt nuk e kam vetë të folë ata që diskutojnë me ne. Takimi formale, po kjo është një sinjë që por për shkak se ka të shumë për shkak një të temave, e dini që për një kohë të praja ka so dini thonë që një antani të kimi sigurisht njëma, po që është nevoja për atë. Ale ja sam na rrugë edhe një vitove të studis kërkesa këtu janë të sapo të parë sinjura. Po edhe për shkak të timeve, por veç në kohën mbrëmje e timeve. Dhe vetëm në gjitha dokumentet në rregull, por sigurisht që është e drejtë e juja me rrugën. Ata dhe janë edhe mund të sjellë. Isus. Për takimin e formal kam qenë prezent. Jo, Flas për vete. po jo vetë. Unë po flas për vete që kam qenë aty. S'po më intereson kush ka qenë tjetër kush. Na kemi kërkuar si njoftim para mbledhjes, më na njoftu veç për dorëheqje, që janë bërë kërkesa për dorëheqje. Unë që antoha që kumon në vitin 2025, që unë se kam as pak dorëheqje nuk i kam. S'kam qenë prezent. Këtu, për e në dorëheqje në vitin 2025. Kështu që na kemi kërkuar që më na njoftu, nëse të kujtohet, edhe aty kupton që duhet më përfita. Arsye se kuptoj, duhet me ditë saktë se çka ka shkruar këtu. Po jo, nuk mund të thonë që jemi pajtuar atë kohë që mos përkthehet. Jo na shoh. Në mbledhje, para 3 ditë, 4 ditë do të më rëndësi. Po si mi pajtuar? Jemi pajtuar na njoftu, antarëve të Këshillit gjithë që jemi njoftuar me mirë, që i kemi disa kërkesa për tërheqje e dorëheqjeve, por kemi kërkuar që nëse del ndonjëherë pikë e në ditës ose diskutohet për ta me qenë përfyme. Shpjo ka qenë diskutimi. Atë kalojnë votim proputina? Shkën të kërësu formaveshje, shkën se kemi pikat ecim me pikat tjera. Po mirë të unë është Se po dakordem, shko, dakordem gentlemanishëm, këto pikat nuk janë pejtjes, vazhdojmë duke e krymë. Apo dakordem parën për muhesh me pikat, nuk po. Shkojmë votim. Në qenë se nuk ka dakordim, dhe është kriju një praktikë që duhet të presim që të antarët e Këshillit. Edhe unë i mbështes veprimet e kolegës Arjeta dhe kolegit Fidan, dhe unë do ta bojkotoj parendim. Jo për dikon po, për dikon jo. Non problem nazionale, stoga c'è la picca. Stoga c'è un problem nazionale. A do të qëndroni njërë, në sot? Io dopo scienze stoga. Vetë shtojnë ata në fjuk, dhe mas një fjallë. Ti drejt. A jenë tjerë të pranishëm, se kemë pro? Jo, shumë gjë. Atër, e qenë të disa nga antarët e Këshillit në shumë takimit. Këshilli mbetët pa kurom, ka përnda takimi i sotën, takimi i radhës, për takimin e radhës gjithë të përkuar në familje.
Pavel, mos është shqitje jutja.